Ndërimi I takon Zotit Mëndrueshëm. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin a.s. familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Xhamatin nderuar, Allahu Dhul Jalali shpërblet me të mirat e tij ato të kësaj bote. Dhe të ahiretit, që në shumë xhami të këtij perlu kemi zgjedhur xhamin tonë për ardhmën e falën e kësaj xumaje, ja Rabbi, këtij xhamatin veçanti, edhe mbar muslimanët përgjithësi, pa dalë prej kësaj dere. Ja Rabbi, na e fal kusuret e tona, na e fal gjunat e tona, na e fal tmetat e tona, nuksanet e tona ka shembull në stande. Amin ya Rabbel Alamin. Vëllezër të nderuar, të jetuarit me fjalën e Zotit, të jetuarit me Kur'anin, është një prej shkaqeve që kanë përmend dietarët në gjatë fi dunya wal akhirah, që ta mundson ty të shpëtosh si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër, ashtu më tepër në këtë dynja, në këtë botë, ku mbi të gjitha janë shtuar hadhët, problemet, streset, edhe e vetmja gjë që I ka mbet besimtarit, e vetmja gjë që I ka mbet muslimanit, është edhe mesu fi dinillahi azza wa jall, që të kapet fort për dinin e Allahut edhe për fenë e Tij. Një prej shkaqeve që neve në mundësën që të jetojmë të qetë në këtë dynja, zullumesh, padrejtësish në këtë dynja, ku e kanë mbyt e kota edhe e keqa e kanë mbyt mirën, është xhamatin nderuar, leximi I fjalës së Zotit, leximi I Kuranit apo ndëgjimi I tij. Kemi përmendur xhamatin e kaluar dhe kemi komentuar ajetin 87 të surës Nëmër, ku Allahu Jalal thotë: يوم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل آتاه داخرين ترى جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Thotë Allahu Dhul Jalal në këtë ajet madhështor, a ditën kur t'i fryhet syrit dhe do të bimë në tokë gjithçka çka ka në qiell edhe në tokë. Pra çdo gjë do të vdesë, çdo gjë do të shtrihet për tokë, çdo gjë nuk do të ekzistojë atë ditë kur do të fryhet në këtë syr në të cilin Allah subhanahu wa taala urdhëron në lekun e syrit që të fryhet në të. Dhe thotë Allah: "O kullun atahu dakhirin", edhe secili prej nesh do t'i vijë Allah I përshtruar, I nënshtruar, madje dhe ata të cilët nuk dojnë të dalë për Allah në këtë dynja, I këshillon mos bre, mos o bën me një mos bre, se dynjaja është rreshme, mos bre se këtë dynja ka me kalu. E pastaj dynjaja është e jemja, me I dhanë krata me flyturu, me I dhanë dynja me merë, me I dhanë një manë hudin me flori, thot tua dhe një tjetër, dhe nuk ja pëngon birit Ademit prej kësaj dynjaje, thot pejgamberi a.s. vetëm se një grusht me vaj janë mbyll gojen e tij. Wa kullun atahu dakhirin, secilin do ta bijnë para nesh, thot Allah, I nënshtruar ka shi urdhit Allah subhanahu wa taala. Dhe thot Allah subhanahu wa taala: "Wa tara al-jibala", I shef këto male, këto kodra, të cilat ti mendon se janë solide në tokë, thot Allah, tamurru murra sahab, ku të fryhet në syr të vëllezër, këto male do të jenë kelle ajnë në menfush, si kurse leshi që ka përdredur, që enden në për univers, sepse I ka urdhëruar Allah që të shkulen prej vendeve të tyne. Sunë Allah, ladhi atkana kulle shenjë, kjo është krijimi Allah, që çdo gjë e ka përsosur në krijimin e Tij, innehu khabirun bima ta'malun. Allahu është I gjithdijshëm me atë që bëjnë ne, sepse Allahu që nga gjithdijshëm me atë që do të ndodhë edhe ditën e gjykimit, atë që ka qenë është dhe do të bërë, dhe jo ma për punët e tona
të cilat ne i bëjmë, vallahi është i gjithdijshëm Allahu, o xhamati i nderuar. Dhe kush vjen në një të mirë, thot Allahu, dëshpërblejët khairun minha, më mirë se sa ajo, edhe nga ky tmerr i ditës së Kiametit, thot do të jetë i shpëtuar, sepse besimtarët nuk do t'i preke Zotin na fal, Zotin na largof dhe Zotin na ruaj, nuk do t'i preke klithma e Kiametit. Ai që në palin e tij, duart e tij, gjëjtë e tij, i ka përthyer me ibadet, ka që Allahu Azza wa Jall, dhe kush vjen me një të keqe, fe kubbet wujuhum fin nar, kush vjen me një të keqe, thot Allah, kush vjen në përqia të Zotin në murshëm, do të hodhin në zjarë të xhehenemit. Zotin na ruaj për të ja Rabbel Alamin. Hal tujzaun, a nuk e keni menduar për Allah që të shpërbleheni për ata që bëni në dynja? Dhe vëllezër të nderuar, vazhdojmë ajetet e kësaj sure e madhështore, fundi i kësaj sure me ajete madhështore, ku thot Allahu subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-balda. Jam urdhëruar që ta adhuroj Zotin e këtij vendi të shenjtë. Vendi i shenjtë kush është? Kanë thënë komentatorët e Kuranit, kanë thënë mufesirinët e librit të Allahut Azza wa Jall, ata të cilët e komentojnë Kurtubiu wa ghayrihi min al-mufessirin, kanë thënë që ky vend i shenjtë është shabja e manueshme, dhe ne kemi vetëm tre vende të shenjta, të cilat neve duhet shkojmë që të falim namaz. Neve nuk në lejohet, dhe kjo është akidja e pastër e Ehlis-Sunnetit, akidja e pastër e çdo muslimani, besimi sinqert i çdo muslimani që adhuron vetëm kë, Rabba hadhihi al-balda tayyiba, Zotin e këtij vendi të shenjtë që është shabja e manueshme, dhe Zoti ynë kush është? Rabbun Allah, Zoti ynë është Allahu i madhruar. E o vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa taala, alladhi harramaha wa lahu kullu shay, është ai që i ka dhënë shëndrim Mekës së madhruar. Dhe neve në surën Isra kemi përmendur që Allah subhanahu wa taala thot, subhanalladhi asra bi 'abdi, Allahu është ai që ia mësoi robët e tij të udhtojë në natën e Isras, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, e quajti Ka'ben dhe rrethinat e saj Mekën, e quajti vend të shenjtë deri në Kiamet, me Kur'an dhe me fjalë Zotit. Neve këto kemi vende të shenjta dhe nuk na lejohet neve të shkojmë as në gur, as në drum, as në shpella, nuk na lejohet neve që të betohemi as në gur, as në drum, as në shpella, as në male, as në individ, nuk na lejohet. Neve në babi edhe në baballarët e tonë, edhe në nënët e tona, neve nuk na lejohet, edhe pse në gjerë me dashën e jona. Pse? Sepse të bëjsh me bighayrillah, jo vetëm për Allahun Azza wa Jall, por për dikë tjetër, është ndaluar fatalisht dhe është prej shirkiateve të cilat Zoti na ruaj, mund ta çojë njeriu deri në zjarrin e xhenemit nëse nuk pendohet prej tyre vende të cilat la asla fi dinillah, nuk kanë bazë në fenë nga Allahu Azza wa Jall, në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Umir an yakuna min al-muslimin, përveç se që ta adhuroj Allahun, thot Allahu, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, wa umir an yakuna min al-muslimin, jam i urdhëruar që të jem prej muslimanëve. Dhe o vëllezër të nderuar, në këtë ajet kuranor thot Allahu subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdisni ndryshe, se nuk pranohet asnjë lloj vdekje tek Zoti, vetëm se me shahadet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, vetëm se me shahadetin, me fjalën e Allahut dhe duke qenë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. E o vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa taala, wa an atlu al-Quran, jam i urdhëruar që ta adhuroj Allahun, jam i urdhëruar që ta lexoj Kur'anin. Dhe kanë thënë komentatorët e tefsirit të vëllezër, minjëherë pas adhurimit të Allahut Azza wa Jall vjen fjala e Allahut Kur'ani, sepse Kur'ani është dritë
për besimtarin në këtë dynja dhe dritë për besimtarin në ahiret. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës së tij Gjibrili i ka bën 2 herë hap me Kur'anin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ja lexuar ajet për ajet derisa e ka mbyll 2 herë dhe tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka shkruar Kur'anin madje ja ka mësuar shokët e tij sahabeve dhe sahabët kanë vdekur të gjithë prej tyre me fjalë dhe me punë Kur'anit dhe në urdhra të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala wa atlu al-Qur'an jam i urdhëruar që ta lexoj Kur'anin. Ta lexoj Kur'anin, an a'bud rabb hadhihi al-balda, ta adhuroj Zotin e këtij vendi. Pastaj të musliman, pastaj të lexoj Kur'anin, dhe thot Allahu subhanahu wa taala فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Ai I cili udhëzohet në këtë din, këtë fe, është udhëzuar për veten e tij, është udhëzuar për shpirtin e tij, është udhëzuar për trupin e tij. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Dhe ai I cili e humb rrugën e Allahut, thuaj Muhammed, unë kam ardhur që t'ja u tregoj të vërtetën, unë kam ardhur që t'ja u tërheq vërtetën, unë nuk jam për atyre të cilët ushtroj forcë në udhëzimin, se udhëzimi është për Allahut azza wa jall, udhëzimi është për Zotin Madhëshëm, ana min al-mundirin, ajo që është për meje është vetëm melar, po ju tregoj se kush është rruga, kush është tradita e Allahut, kush është tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çfarë ka urdhëruar Zoti, për çfarë ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa taala në mbyllje të këtyre ajeteve, wa qul alhamdulillah sayurikum ayati, thuaj alhamdulillah Allahu. Në gjeni me vëmendje vëllezër, nuk është lojë kjo që në gjeni. Qul alhamdulillah sayurikum ayati, Allahu do t'ja u tregoja ajetet e tia në univers. Ai cili ka sy, ai cili do në udhëzu, ai cili do në lanë keqen, ai cili do në lanë rrugën e shejtanit planetit. Sayurikum ayati, do t'ja tregoj ajetet, argumentet e mia, kudo, thot Allah subhanahu wa ta'ala, fata'rifunaha. Jo vetëm që do të na i tregoje, por edhe do t'i njohim ajetet e Allahut azza wa jall. Dhe vëllezër, ajetet e Allahut njihen, e shef malin la ilaha illallah, e shef qiun kur bjen, subhanallah, e shef erën kur fry, la ilaha illallah, e shef borën kur bjen barë për qiellin, për qiellin është I katër, si s'nara I herë borë katërin, si s'nara njerë shi kuçke. Në ndryshu dynjaja, nuk ndryshon dynjaja deri kur thoja Allahu. Fafese, me në fis samawati wal ard, atëherë gjithçka që ka në qiellin tonë do të ndryshoje. Por ama mbetet prej nesh o vëllezër që këto ajete e Kuranit ti marrim, ti praktikojmë, të udhëzohemi me to. La Allah yaghfir lana, ndoshta një për atin që Allahu na I falë kusurë dhe mënësit e tona, amin ya rabbal alamin. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Çfarë mbyllje madhështore dhe madhështore është Allahu, madhështore është fjalë e Tij. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Mos mendoje asnjë krijesë që Allahu është I padijshëm, Allahu është ignorant në punët e cilat ne dhe I bëjmë la ilaha illallah. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Nuk I mungon Allahut azza wa jall dhe nuk I shefet asgjë Allahut subhanahu wa taala në qiell dhe në tokë, sepse pushteti I Tij është absolut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dhe me vërtet falënderim I takon Allahut që na ka mundsuar që ta jetë ti ndëgjojmë. Na shtohet imani jonë, na shtohet besimi jonë, na shtohet përshëndrimi jonë në këtë fe, na shtohet forcia jonë në këtë din.
dhe për këtë arsye thot Aisha radhiyallahu anha, ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pejgamberi alaihi salam që më shumë ti ka bërë dua, Allahumma ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. Forco këmbët e mia në këtë fe, në këtë dinë madhështor, të cilin neve lutim Allahun që të na forcojë këmbët e tona dhe zemrat e tona të na drejtoje ka marrë ka Kur'anin e ka Sunetin. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin